Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 28 shkurt 2026. Duke se kemi një ditë mjaft të rëndësishme në lidhje me shumë ndryshime dhe dita e fundit e muajit shkurt, ku na mëson shumë gjëra, na ka dhënë mundësinë e drejtimeve, e ndryshimeve dhe e mundësive. Por çfarë bëhet më tutje ose më çështje që kanë të bëjnë në anën e biznesit ose të çështjeve të karrierës, data 28, miq të dashur, duket se kemi të bëjmë me ndikimin e Mërkurit në retrograd me Afroditën në Peshk, një kënd shumë pozitiv, nuk është negativ, sepse do thotë megjithëse kursi retrograd i Mërkurit mund të zvogëloj pak ndikimin e tij, po ky kënd mund të sjellë njerëzit nga e kaluara jon e punës, e çështjeve romantike ose takime të rastësishme me çështjet e punës suaj. Madje mund të bëjnë dhe një udhëtim në një vend ku shumë kohë e kërkonit, një punë shumë të rëndësishme dhe kjo bën që juve të jeni shumë përpara ose t'ju jepet kjo mundësi për zgjidhur çështjet e juaja. Dhe kjo të bëjnë në lidhje me ndikimin që ka të bëjë në lidhje me çështjet që lidhet me anën e biznesit dhe të gjërave të tjera që do të diktojnë në anën tuaj. Megjithatë, ndikojnë pozitivisht shenjat e ujit dhe të shenjat e zjarrit. Shenjat e ujit janë gaforja, akrepi, peshqit të dhjetit qitret, por gjithashtu të dhjetit qitret të shenjës së zjarrit, siç janë shenjës së dashit, siç janë luanët, por edhe shqytetarët. Pra, po të shikojmë se sa mundësi, kohë, ndryshime vijnë në rastin konkret edhe është e momenti mundësia më e mirë e mundshme e kohës dhe momenteve. Pra, çdo gjë është më së e mbar, çdo gjë është më së e realizueshme për punën, për kohën. Prandaj bini pas kësaj dite, mos e lini pas dore. Do thoni juve, po dita e shtunë, çfarë mund të bëjmë? Ditën e shtunë, mund të bëni shumë gjëra, sepse data 28 është dita e Saturnit, është dita ku gjërat ndodhin, për një mënyrë apo për tjetrën kanë dhe mundësi dhe kohën e duhur për të pasur zhvillime në punë dhe në dashuri. Por pas të fillojmë parashimin e 12 shenjave zodiakale, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodhin në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www